Sot do të kemi të ftuar një këngëtar, ai është një prej zërave më të mirënjohur të skenës së industrisë së muzikës, por nuk është bërë rastësisht sepse ai dhe ka studiuar në Akademinë e Arteve, njihet për baladat e tij, ka marrë pjesë në shumë festivale. Kemi sot të ftuar Erik Loshi. Mirë erdhe në What the Fair. Si e? Mi si u gjeta, mi. Duket pak si jam në shtëpi, po. Ashtu do të ndihesh sikur je në shtëpi. Por duam ta nisim ne pak para se të vijeti në studio, patëm një bisedë telefonike me Drilonin, i cili gjithashtu ishte një mik i ngushtë i Shpatit. Drilon Hoxha. Drilon Hoxhën. Dhe një mik i ngushtë. Po, dhe duam ta nisim me këtë temë. Pra, një ndarje e papritur nga jeta e këngëtarit të mirënjohur Shpat Kasapi. Ju sa të ngushtë keni qenë bashkë? Çfarë marrëdhënie ke pasur ti me Shpatin? Shok për 22 vitesh. Kishim një bashkëpunim për të bërë bashkë tani. Po. Që nuk e di se si do ta realizoj, por që do të gjej një mundësie që të jetë dhe Shpati prezent në këngë. Do ta finalizosh si projekt? Nuk e di, nuk mund të them që do ta finalizoj ose jo, sepse është diçka që rreth par do të marr leje nga familje. Në këto momente dhe është një temë që është shumë delikate, por që dëshira ime shumë e madhe që të jetë dhe Shpati pjesë e këngës. Ashtu si ishte vendosur që sa po të kthesh nga Italia do bënte regjistrimin e zërit. Që nuk e di se si ta realizoj, është një dramë e madhe që ka ndodhur, një gjë e pabesueshme që unë akoma nuk e besoj. Mundohem që ndonjëherë të zgjohem nga kjo ëndër e keqe. Një njeri që ka falur vetëm buzëqeshje, ka falur vetëm të mira qoftë në anën artistike, qoftë në anën njerëzore, qoftë mesazhet që ka përcjell, apo qoftë dashurinë që kishte domethënë për gjithë, apo qoftë një fjalë keqe që tha kur para s'ka. Të ka shprehur ndonjëherë i ndjeri nëse kishte dhe vuante nga ndonjë problem shëndetësor? Para ca kohësh kam qenë me Shpatin në tavolinë, më jo më lart se para një javë gjysmë që ka qenë takimi jon, një javë më pak se një javë gjysmë. Diku te 8 ditë, 9 ditë diçka atje, që ka qenë takimi i fundit. S'u ndjeva unë mirë. Në tavolinë ishim duke pirë lëng frutash dhe nuk u ndjeva mirë, si duke tensioni, gjërat e përditshme tjetër. Streset dhe radhë, kujdesesh për mua, fliste në telefon që kujdesu për veten, shikoj, mos keni problem, vizito. Ndërkohë që morën vesh lajmin e trisht që ishte. Po me familjarët e ti ke pasur mundësi të flasësh? Jo tani për tani unë nuk kam folur me asnjë nga familjarët e tij, kam marrë vesh domethënë nga njerëz që kanë folur me familjarët e tij, nga shokët përbashkët, që normalisht janë në gjendjen e tyre më të keqe, patjetër, që nëna e vet që është ka qenë do mbetet një heroin për kujdesin që ka pasur ndaj Shpatit, që i vinte kudo. Dhe ka rastisur që në vendin dasëm që kemi qenë në qytetin e Laçit para një muaji gjysmë, ka qenë dhe jema vet. Aty dhe është një të përmendësh emrin e saj, domethënë për sa i përket kujdesit ndaj djalit, siç donë që do bëhen ndaj fëmijëve, është shumë e madhe. Shpati në fakt ne kemi parë që ka kaluar një vit paksa të vështirë në sy të publikut për divorcin dhe gjërat të tjera që ka ndodhur në jetën e tij personale. Ti duke qenë një mik kaq i ngushtë, a ke vëre një gjendje të rënduar të tij psikologjike apo ka qenë ai gjithkohës miku që gjithmonë të suportonte dhe vetë nuk tregonte se sa rënd ose keq ishte? Shpati ka qenë gjithmonë si një iceberg i pazbuluar. Domethënë, pas buzëqeshjes së tij mund të fshihen shumë gjëra që ne nuk i dimë. Një ndër to ishte edhe fakti që mora vesh për djalin që nuk e kisha iden fare, një nga miqtë e tij më të ngushtë që isha unë, ose shumë miq të ngushtë të tij që nuk e dinin fare, që pra nuk e kishte treguar që djali ishte me spektrin e autizmit. Jo, nuk është me spektrin e autizmit. Okej, pra është ngatruar në media. Kjo nuk është e vërtet fare. Kjo hidhet poshtë si hipotezë sepse djali është shumë mirë. Djali thjesht ka një vonesë të folur si ndodhet në 80% të fëmijëve. Pra sepse është aluduar gabim në media. Është komplet aluduar gabim dhe unë e thash që kam thënë edhe diku tjetër që nuk është e vërtetë kjo gjë. Paktën për këtë jam i sigurt sepse e di informacionet e brendshme. Mora vesh më mbrapa dhe nuk ka lidhje me autizmin. Është një hipotezë, domethënë që unë nuk kuptoj se si kanë guximin në media që ta nxjerrin këtë gjë e pa u siguruar mirë. Megjithatë, unë e di 100% sigurt që nuk është kjo gjë. Kjo është një gjë shumë e mirë dhe shumë pozitive. Është absolutisht lajm pozitiv. Dhe këtë e them me bindje më të plotë sepse jam brendësi të gjërat. Po, ndërkohë ajo çfarë unë doja të të pyesja ishte që vetë ish bashkëshorët e tij shprehu që ai ndroi jetë në krahët e saj. Doja të të pyesja pak si ishte marrëdhënia me Selvin pas divorcit. Nuk mund të flas për këtë temë sepse siç të thash Shpati ishte një lloj personi që nuk hapesh me njëri. Dhe ne nuk dinim çfarë ndodhte në jetën e tij. Kishim një të mirë si shoqërish, unë Shpati, qoftë Driloni apo qoftë gjithë shoqërinë me njëri tjetrin, që gjërat familjare i linin te problemet familjare në momentin që dikush nga ne nuk shpreheshe për një problem që donin që ta zgjidhin apo kishin
kishin nevojë për ndihmën e njëri tjetrit. kuptoj. Momenti që njëri nga ne nuk shprehej, ne nuk e kacmonin kurrë. Driloni pak më parë tha diçka shumë të bukur që në Shqipëri të duan pasi ti largohesh nga kjo jetë dhe shpesh herë shpatit janë munduar dhe ti hedhin balt mbi karrierën, mbi emrin e tij. Dhe ai prap ka qëndruar i fortë, i buzëqeshur me gjithë kolegët e tij, nuk e ka humbur kurrë. Jo vetëm shpatit, po të gjithë ne. Ne munduat na jetin bal. Ne munduan të na paragjykojnë për jetën që bëjmë. Ndërkohë që nuk dinë asgjë. Nuk e kanë idenë fare si funksionon jeta. Domethënë paragjykojnë për diçka që nuk i intereson fare njerëzve. Që është apo s'është e vërtet pasi që prapë dhe këtë nuk e dinë. Unë nuk e di se si është, se nuk e kam lexuar shumë, se nuk e kam pasur mendjen që të lexoj shumë artikull. Bile se një intervistë që dhash ishte shumë skeptik në atë që u bë viralitet për ta hequr, për ta fshirë fare sepse nuk e doja. Sepse nuk mund të bëhet viralitet në Shqipëri, domethënë një qarë përpara artit që ne bëjmë. Ne jemi pak popull i çuditshëm që parapaqejmë shumë dramat, ose do të vdesi dikush që të bëhet lajm, ose do të bësh një skandal që të bësh lajm. Po jo, ne jemi artistë, ne bëjmë art, do të na vlerësoni për atë që japim. A të vjen keq për këtë? Kam 25 vite, ka 30 vite, kishte 30 vite ndjeri shpati që jepte për artin shqiptar. Dhe kur vjen fundi, domethënë nuk kujtohet, ka thënë mirë Diloni, ne e duam njëri tjetrin pasi vdesim. Pasi vdesim. Atëherë japim ndoshta dhe meritat. Po. Është e frikshme. Një pyetje të fundit për sa i përket situatës. A ke informacione se kur do të kryhet ceremonia mortore e shpatit? Ky është një informacion që unë e kam, po është shumë personal. Përderisa se nuk më takon mua që ta them. Akoma nuk është kthyer në Shqipëri. Presin që ka moment të kthehet, po që është një informacion shumë personal dhe më vjen keq, po nuk mund ta them. Okej, ne kuptojmë. Shumë e mirë kuptueshme. Ndërkohë të ndrojmë pak të gjithë pllakën dhe energjinë. Ishte shumë mirë, Po, sepse përveç ngjarjes që ndodhi papritur, normalisht ne kemi shumë për të folur. Kjo intervistë vlen të theksohet që ishte planifikuar përpara se të ndodhte. Kjo fatkeqësi. Edhe na duhesh edhe ne në moment të fundit të përshtateshim me gjendjen edhe vetë personale, po edhe patjetër, por nuk mund të rria pa thënë. Absolutisht është mëse e kuptueshme. Tani unë doja të ndalem pak në pjesëmarrjen tënde në festivalin e këngës. Tani si janë pritshmëritë këtë vit në festival me këngën tënde pjesëmarrëse? Po. Që të fitoj çmimin e parë. Absolutisht. Do të na përfaqësos në Eurovision. Patjetër, se a është një konkurim. E vërtet. Ato që thonë rëndësi ka pjesëmarrja gënjejnë. E pra se janë disa që thonë. Kjo që po them është më e sinqertë. Se kush nuk do donte ta fitonte çmimin e parë. E vërtet. Për çfarë po konkuron ti? Mos konkuro, di në një festival ku nuk ka çmime dhe mos konkuro me tjerët. Unë konkuroj për të fituar çmimin e parë. Si çdo konkurrent që është festival. E vërtet. Është thjesht. Erik, ti këndon shpesh herë live, të ka ndodhur ndonjë situatë si kleçme gjatë koncerteve në live-et e tua, apo nuk e di në dasma? Po si mendon ti? Unë patjetër mendoj që po. Po na tregon do të një thoshte situatë që na tregon një situatë këtë. Situatat janë nga më të çuditshme, nga më të ndryshme, ngacmime. Zakonisht më shpesh ngacmojnë kur jam me gruan. Guxim të madh pas. Është vërtet kjo? Është vërtet kjo që kur një burrë është i martuar është më tërheqës për vajzat e tjera? Jo, nuk është më tërheqës, kur e shohim me gruan duhet që t'i prishim punë. Ti prishim punë, okay, pas kanë kuing kështu. Se zakonisht kur dalim vetëm nuk para ndodh që na ngacmojnë. Vetëm kur jam me gruan. Po si reagon bashkëshortja kur ke këto ngacmime? Qesh. Qesh? E merr me sportivitet. Ka shumë vit besim te vetë. Shumë mirë, kjo është një gjë e mirë. A të ndjek ajo në çdo koncert kur ti shkon, është suportuese e karrierës? Nuk është shumë suportuese, por nuk është se vjen në çdo koncert, vjen atëherë kur do të vi. Dhe qoftë edhe pa pritur, qoftë edhe me si dojlet, vi, unë jam i gatshëm që ta në momentin që e shikoj, normal që më qeshin sy. Po kështu me mesazhe ato të rik ku je dole e bëre koncerti, nuk theve. Ato janë gjëra normale. Gjëra normale. Gjëra normale me kërkesa llogarisë, sa më vjetër të bëhesh dhe sa më kthetra të fusi grua, ja, ku i thonë asaj, aq më tepër do jetë më lart kërkesa llogarisë. Da aq më tepër kupton që po futesh në një burg që është dhe i bukur, po që ka dhe ato të veta, kërkesat e veta. Si ti Big Brother, po kështu. Në gjemi të Big Brother, ja, do futesh ndonjëherë në Big Brother, Erik. Qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Po e ka thënë ai. Ka thënë, po futa, tha divorcoj. Pse? Ju si mendoni, do jemi pjesë e Big Brother të vit? Po nuk e di atë Tani vetëm të hedhim fal. Surprizë. Tani ai shikim mua më thot diçka. Okej. Ju mund të mendoni çfarë doni. Lëni me 3 pika.
Me 3 pika do e lëm dhe me suspans. Me Do i suspans, vendosim edhe një dhe me dëndëm. Tani kthehemi pak te koncertet. Erik dua të kuptoj pak mendimin që ti ke për artistët shqiptar që këndojnë playback në koncerte dhe paguhen shifra marramëndse. Dhe ka këngëtar të cilët këndojnë dhe live dhe nuk i marrin të njëjtat shifra. Një ndërta jam unë. Po, është e vërtet, shiko, nuk bëj konkurrencë për këtë pjesë, gjithsecili për nesh ka vendosur që të bëj atë pjesën e vet muzikës. Unë nuk kam dashur asnjëherë që të bëj pjesën e artit tim për një periudhë afat shkurtër, unë kam parë më larg dhe fakti që kam 25 vite që jam në treg dhe vazhdoj dhe janë shtuar akoma më shumë kërkesa dhe vazhdoj të bëj muzikën që dua unë të bëj, kjo të thotë domethënë që unë jam atë rrugën që duhet të vazhdoj. Ka 2 rrugë muzika. Është rruga playback-ut që si puna e saj Fluckës, sapuni që fryet dhe çahet në mbaron. Është puna e saj Fluckës, po Tollumbac nga ato ke pasur ato goma që me gominë që nuk çan kurr. Ndërsa Tollumbac mund të bëj 1, 2, 3 dhe mbaron po. Sa paguhesh ti për një koncert tënd, se tani ti këndon dhe live. Pra, ka ca vlera më shumë këndimi live se sa i me playback. Pavarësisht se Po një sekond. saj që tham ne. Mund të paguhet dhe më shumë dhe në dasma. Besoj në dasma paguhesh më mirë se në koncerte. Sa paguhet Erik Se Lloshi? robi kur ka A do ishte gëzim, ishme, hedh a do ishte ishme që ti të thoshim shifra, domethënë. Mund besoj që. Shiko, shqiptari vdes për shifra, unë e para. I adhuroj. Kjo bën llogaritë të gjithë. Unë po them diçka, që unë kam qenë nëpër dasma që janë hedhur në tokë poshtë dhe 30.000. Vërtet. Ai ka marrë orkestra apo? Jo, orkestra, në gjithë orkestra. E ka marrë Po, orkestra. ka pas raste për 10 minuta. Në Redin Pash. Nga Dibra. Unë më lindur e rritur në qytetin e Lushnjës, në Ypsilon Lushnjës. Në origjinë jam Dibran. Okay. Dhe po dera dasma, ata që hodhën parë, ishin Dibran. Se çfarë ishin ata, unë Nuk e marrë ata, Tash më ke qenë nga Lushnja ata. Shifra dhe mban mend, shifra nuk harrohet. E shef Po që dalin mbi prapë 30.000 euro, Nuk jo pa. harrohen. Po mirë nuk harrohen se po mirë po këto është një ndër një. Rast. Një rast ndoshta edhe nuk do të edhe Pagesat janë të kënaqshme, ne jetojmë shumë mirë, nuk jemi as bosa, nuk jemi as makinat fundit, nuk jemi as orat shtrenjta. Do të bëjmë një jetë qetë, një jetë pa. Pse ke zgjedhur pikërisht këtë dhe mos të reklamosh veten në klipe si Që se Ramobili pas kam marruar orën diku. Çfarë vlerë ka ajo, është me diamante, me gjëra? Jo, ajo ora nuk i kap më shumë se 200.000 lekë. Okay. Edhe unë e kam marruar diku dhe më vjen shumë keq për këtë. Po thoja Erik, pse ke zgjedhur të mos reklamosh këtë jetën e luksit në klipe? Që kolegët e tu e bëjmë pra me makina të shtrenjta, Pshemu. modele. Ë? Kush të thatë që se kam bërë unë? Unë klipi me Randër, makina urës që është aty e ka vlerën 400.000 euro. Cili klip more? Videoklipi me Randër Lipohovën. Për shembull kam Rolls Royce që ka vlerën diku te 200-300.000 euro. Po e ke marrë me qëra? Jo, nuk i kam marrë me qëra, asnjë as tjetër. Por nuk janë të mijat. Por pse zgjidhni, domethënë Po tjetër që jo, se po pse t'ishin zgjidhni mijat. këtë stil Do ishte dy vizë ndryshe. reklamimi? Pse zgjidhet pikërisht ky stil reklamimi në videoklipe? Domethënë për çfarë bëhet? Luksi, të treguarit makinat e shtrenjta apo ku diun stilin e jetesës së shtrenjtë. Pse zgjidhet jo vetëm nga ty, po ka këngëtar që e bëjnë këtë në vazhdimsi Rregullisht. gjatë gjithë karrierës së tyre artistike. Shiko, ne jemi marrim diçka dhe interpretojmë. Ose jemi aktor, më saktë. Se këngëtari është interpretues dhe aktor në një videoklip. Po. Dhe patjetër, kur të merr dikush që bën një film, qoftë apo një videoklip, apo këndon, interpretuesi në rast konkret si me këngën, patjetër që ti veshin do ta marrësh nga një butik. Makinën do ta marrësh diku tjetër, ambientin do ta siguroj dikush tjetër. Domethënë sigurohen gjitha këto për të shfaqur një lloj skene që është mënyra e testit që bën dikush. Domethënë siç bën çdo gjë. Nuk është e thënë që ne marrim këtë gjë që për t'i treguar po çka kam unë. Jo. Po ato ndonjëherë janë të ndoshta mia. edhe për shtatë edhe me stilin Janë e të mia, këngës, se po ose të ishin në mia, vendin. nuk e di ato të kisha reklamuar apo jo. Okej. E vërtet. Domethënë ideja është po reklamim, s'është as reklamim, po është një pjesë, një pjesë xhirimi një videoje që duhet për të treguar një mënyrë jetese që bën dikush në botë, je fjalë. Erik, Shofi tani, që të keqe. tani duam të kalojmë te një pjesë tjetër e programit ku ne bëjmë disa lojra dhe këtu nëse e ke vënë re kemi një buton të kuq që ne i quajmë buzzer dhe ky bën zhurmë kur e shtyp. Janë 10 pyetje të shpejta, të cilat ti duhet t'i përgjigjesh me gjën e parë që të vjen në mendje. Fillimisht duhet të shtypësh butonin. Po. Fillimisht duhet të shtypësh butonin dhe më pas ti Po përgjigjesh. shumë, pse gjinë? Se s'bën Shtype shumë. mirë. E ka me stil. Pyetja e parë, nëse do zgjidhje një vend ku do performoje gjithë jetën, kë do zgjidhje? Dasmën,
klubin apo festivalin? Festival. Nga 1 në 10, sa të shtirur janë këngëtarët e industrisë muzikës në Shqipëri? 10. Maksimumin. Përshkruaj me fjalën e parë që të vjen në mendje Fifin. Super producente. Kur acarosh dhe bësh me nerva, fjala që thua më shumë është e bëjmë edhe me E pip. bëjmë me pip. Na çave bythun. 3 gjëra që ke bërë në makinë. A pra shtype shpejt. Qa t'jem dërmëm? Kam fshir xhamat, kam rregulluar kaçurelin. Kam pa pasur. Okej. Po për të ngari e ke. Të ishte sa për nisje kështu. Edhe kam të makinës po. Cila është një gjë që e ke bërë dhe s'do ta bësh më? Një sekond. Cila është një gjë që unë e kam bërë? Je penduar që e ke bërë, penduar po edhe edhe- s'do ta bësh më. Ose që vëdhe një vesë, ose ku ta di unë. Të zhgënjej. Pra ke zgënjur njerëz dhe nuk do që ti Gjithë kemi zgënjesh. zhgënjej. Çfarë këshilli do jepje vetes 15 vjeç? Rri larg njerëzve të këqij. Kush ka qenë krashi jot i parë i famshëm shqiptar? Vajza që të ka pëlqyer më shumë krashi i parë. Elvana Gjata. Elvana Gjata? Gjëja më e çuditshme që ke bërë kur ke qenë i pirë. Kam rënë. Si ke rënë më? Si të gjithë. E ça ndodhi mas e urrëzove kush U çova prap. Jo, gjithmonë kam mikë Po, në në shtëpi. Gjithmonë ka qenë një periudhë e Lizardit, kur ne këndonim pop rock, kemi qenë çuat e bllokut atëherë. Unë Renis Gjoka, Gënd Bushpepa dhe grupi Links, nuk e di se më men. Jo, unë Renis Gjoka, Gënd Bushpepa dhe Vedat Adem. Okej. 4 veta që punonin atëherë në bllok dhe pinim shumë, normalisht shumë të rinj. Edhe, do të thënë, ka qenë gjithmonë një pemë, aty që thoshin pemë Lizardi, gjithmonë mbahesh, po aty ca rrezoshin, ca, më çon pa atë, nuk kam pas qenë telefonat. Dhe atë ne rrinim dhe ti shtri dokumentoje këtë dhe gjë. ulën në tretuare Edhe rrihet pa dhe ka frikë. qenë bloku komplet ndryshe, nuk ka qenë ai bloku që shikon sot, do të thënë që është shumë i çuditshëm për mua, unë nuk e njoh më blokun. Se si ka qenë çka Ka kanë qenë komplet ndryshuar? ndryshe, kishte vetëm njerëz që ishin të argëtues, nuk kishte njerëz që të kapnin me telefona. filmonin, po. S'kishte E, lidhje, tani ishte ajo, ka kaluar ai Lizardi ka qenë me standard. Shkopin, domethënë ka qenë komplet ndryshe, ndoshta ka qenë koha jonë, edhe ne kujtojmë me nostalgji, se është ndryshimi i brezave, ëh. E vërtet, e vërtet. Tani nga një lojë në një lojë tjetër Erik, unë do të vendos përballë disa zgjedhjeve paksa të vështira me kolegët e tu. Ti do zgjedhësh në mendimin tënd se cili është artisti më i mirë, këngëtari më i mirë nga këto emra. Okej? Ne do dalim te më i talentuari sipas teje. Jemi? Angela Peristeri apo Sinan Hoxha? Angela Peristeri, Angela Peristeri apo Juliana Pasha? Juliana Pasha, Juliana Pasha apo Poni? Juliana Pasha, Juliana Pasha apo Gena? Juliana Pasha, Juliana Pasha apo Fatmira Breçani? Fatmira Beçani, Fatmira Breçani apo Sabiani? Fatmira Beçani, Fatmira Breçani apo Mariola Kaçani? Fatmira Beçani, Dhe e fundit, Fatmira Breçani apo Eranda Libohova? Eranda Libohova. Mori Eranda në fund fare. Ka diskutim. Eranda, Angela janë super këngëtare. Super E vërtet, e vërtet. Erandën do të veçoja Angela Peristerin, Eranda Libohovën dhe Juliana Pasha. Okej. Edhe Alban Super. Skënderë. E vërtet, po. Po. Që po të kishte vënë Albani, Dhe kishte marrë Albani të gjitha. jo, edhe Angela konkuron. Tani Eriku nuk e di nëse të vajtën sy tek speci gjigant që Atë ne kam kemi. shpaqe shoh, po më trema i speci. Erdhi koha që ne të kalojmë në Caliente. Të ftoj të marrësh pyetjen e Pyetjen e parë, parë. Erik. Dhe ta lexosh Mora me dy, z. Me zë dhe me mend në kokë. Një ke marr po. Ço kjo më roman keni bërë? Bëjmë dhe ndonjëherë në kohën tonë të Nga këtyre këto romane. anonime. Bashkëpunimi yt më i suksesshëm titulli s'ka si ne në bashkëpunim me 3 artistë të tjerë, Rendit, Angela Peristeri, Aurel Thëllimi dhe Blerina Braga, nga më i miri tek më i miri ose nga më i pak i keqi tek më i miri, ja? Nga më i miri tek më pak Te i më pak i miri. mirë. Se s'duan ta cilësojmë të keq. Të keq. Se të kesh aty s'është Ja. asgjë. Shko më janë të tretë mirë, çfarë E po di. thonë? Po kjo është E e vështirësia e Calientes. Kjo është vështirësia. Ja, më plak. Do e hash. Spesin. Speci. Ki kujdes Erik, Duhet të të hash një të thash. tretën. Po jo, jo.
Ta jep efektin pak më vonë se kështu u bë dhe njëri trim, po. Kështu kanë rënë këta trimat Okej. për ballë Vazhdo me specit. pyetjen e dytë. Vazhdoj me Vazhdo. pyetjen. Pyetja e dytë. Tërheq pak të lutem. Ha, më ta jep Po efektin. jep efektet. Kështu është ka me. Unë e paralajmëroj. Cili nga festivalet të vit, e ti vitin tek fik? Ç'është fik? Festivali i këngës. Ta se kishte një fik. Festivali i këngës, pse fik quhet? Fik, Po, shkurt, shkurt. Shkurt e ka fik. Në shumës e ka fiq. Ja, me ti, ja. Ja, vazhdo, se si fik duke më të? Fik mendon që nuk është gati për skenën e Eurovizionit. Si di kush është për? Aty. Apo Si nuk e di tani. Vedata Demi i pari. Fifi dhe Si Tiri. Vedata Demis është për skenën? Jo, 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 po të të kemi përmendim. disa Po emra. të përmendim disa më emra. Lazo, s'ka të mund bëm zime Me njerëzit, ë? Po Erik se kam shohë. A do jetë Eriku i ftuar i parë që do i haj gjitha dhe s'do i përgjigjet asnjë pyetje? Gjitha A, s'do i bo, haj. Speci do haj. Mund të tash s'po ndjeni djegit. Mirë, okay. Mirë. Të do jemi. Flasim pas 5 kanë thënë vitesh. kështu. Sa kanë rënë gjatë luftës? Na thuaj emrin e një artisti shqiptar që sipas tesh i mbi vlerësuar dhe një që është I nën vlerësuar. nën vlerësuar. Pra kush meriton të ketë më shumë dhe kush ka shumë po si meriton. Eugen Bushpepa është i nën vlerësuar. Ketë super i me mbi vërtet. vlerësuar. Vërtet. Dhe i mbi vlerësuar. Ku di unë më po? Po ndonjë artist Një që që është ka shumë shumë kime dhe komercial. mendon që për shembull nuk i Po. meriton ose. Si ato që tha më parë që nuk ndojnë live ose. Ndonjë nga këta këngëtarë që nxjerrin një këngë Që nuk për i një ditë meriton. merr 20 milion shikime. Që nga këtej nga India, Ose Pakistani. të paguhet 20.000 euro në koncert. Ah, nuk s'ka ndon rëndësi playback. shqiptar. Jo, Jo, shqiptar. jo, nga India, Pakistani. Merr klikime. Më fal, më fal një moment, Dëgjuesit. njeh këngëtar nga India dhe nga Pakistani. Kohët me pyetësh se Po funi akoma po se po sy i njëjtë. Po di më sa ka Një Abdyli, Abdyli. Shaka duka të përshëndesin nëse e duke na E ndjer. di kush është i mbi vlerësuar. Ha. Ai këngëtari që këndon te liçeni. Ai nuk ka hyrë akoma në treg, nuk u pranua as në Got Talent. Është i mirë shoh. Në, nuk kam emër. Për Okej, shpecin Speci. prap. Okej. në mbarë. Erik, e di që je... Po them do jeti parë. Po kur do ta Vjen pjesa me fara tani. Ra para ty, Erik. po Erik, po. Ajo ka gaza. Kujdes, pa ujë. Po plak. Nga gjithë Tash është spec lushje. Erik, unë e shijova këtë moment, se nuk ju përgjigje asnjë pyetje, e E meritoje. kishe thënë ata Abdylin e Se të shkret. dola borxhi, të thash me mend në kokë. Le, s'ka nevojë. Lushnja prodhon Hajde, speca dhe një e mirë. fundit, dhe një e fundit. Jo, tu do përgjigjem unë. Tu do përgjigjem unë. Do përgjigjesh tu? Ka nis fara ta. Ma më cila është pyetja e fundit. Është një shumë e keqa. Shumë e fortë. Cili është çmimi më i ulët? Këtu që s'donte të tregonte. Cili është çmimi dhe më i ulët dhe më i lartë? E dumne. Po. Mesi Çmimi më i ulët që ka marrë në koncert, kam qenë ku ka filluar që ka qenë 20.000 lekë vjetra. Koncert, live. Ndaj, po. Okej. Në fillimet e mia që kam qenë 14 vjeç. Okej. Kam marrë 20.000 lekë për një koncert që kam kënduar 5 orë. Po më i larti? Po, ndërsa më i larti Tën, 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 tën. ka qenë nuk e ka kaluar shumën për 5.000 euro. Okej. 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 5.000 euro ka qenë 4.000 ca 5.000. Në rregull. Super. E po. Si bën Desha, mo. Kjo është Sa ti bërë motofoja. spici pa. Erik, shumë faleminderit që ishe Faleminderit që Faleminderit, ishe Faleminderit. pjesë jona. Dhe të urojmë shumë suksese në festival, do të ndjekim, mezi presim publikimin e këngës. Shumë thank you. Isha Ta shumë, dëgjoj. u ndjeva shumë mirë, shpresoj që nuk e di çka kanë thënë këtë fundi në proçkull kot. Nuk e besoj, kështu që jeni shumë mirë, faleminderit shumë. Dihesh me të vërtetë si në shtëpi, keni një ambient mrekullueshëm dhe jeni shumë të mirë. Shumë faleminderit. faleminderit. Vlerësojmë vërtet. Ándale.